Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen e papritur. Angel Shkira jep fund miqësisë me Argjirën, Fioralbën dhe Gracianon. Një nga shoqëritë më të përfolurat e ekranit shqiptar duket se nuk po kalon momentet e saj më të mira. Raporti mes Angel Shkirës, Fioralba Ponarit, Argjira Spancës dhe Graciano Taganit, i krijuar dhe i konsoliduar gjatë bashkëpunimit të tyre në emisionin E Diell, duket se ka psuar një krisje të dukshme. Së fundmi, vëmendjen e ndjekësve e ka tërhequr një detaj në rrjetet sociale. Angel Shkira ka vendosur të mos i ndjek më në Instagram 3 ish miqtë e saj, një veprim që ka ngritur menjëherë dyshime, pasi Fioralba, Argjira dhe Graciano vazhdojnë ende ta ndjekin moderatoren. Ky veprim i njëanshëm ka nxitur reagime dhe spekulime mbi arsyet e kësaj distance. Situata bëhet edhe më interesante nga fakti se Angel vijon të ndjek në Instagram moderatorin Flori Gjini, çka sugjeron se përplasja mund të jetë e përqendruar vetëm te pjesa tjetër e grupit. Duke qenë se katërsha njihej për miqësinë dhe mbështetjen e fortë ndaj njëri tjetrit, edhe pas largimit të Angel nga E Diell dhe eksperiencës së saj në Big, ky zhvillim ka surprizuar publikun. Ende mbetet e paqartë nëse bëhet fjalë për një keqkuptim kalimtar apo për një ndarje përfundimtare të rrugëve mes tyre.